ti. Do t'i kthemi PS-s. Dua edhe koment në fundit për Partinë Demokratike dhe flasim më gjerësisht. 12-14 Tiranë. Në këto shifra, domethënë, edhe po të marrim maksimumin 14-ën që e përfshin ajo, domethënë prapë është një rezultat që nuk bën fare optimist ata të cilët pretendojnë vërtet të opozojnë Ramën me datë 11. E qartë. I largohemi projeksionit, vazhdojmë në bisedë. Partia Socialiste, Velia i ti mendon që ka qenë një dëm për Partinë Socialiste në Tiranë dhe të cilin është përpjekur ta rikuperoj. Por a mendon që këto zërat që do ta largoj fare kraun e Erionit, kraun e Veliajt e tjerë, mbas zgjedhjeve, ne do të shohim jo vetëm një ristrukturim me kraun e Veliajt apo të XY, por ti mendon që do të jetë një PS që në qoftë se fiton zgjedhjet do të ketë një ristrukturim total të saj? Shiko, Rama ka qenë nga ata që ka bërë marrëveshje me Ilir Metën, cilën e kishe në ekstrem kundërshtar për të ardhur në pushtet. E imagjinon ti që ti ketë tani për 11 maj njerëzit që mendon se janë Veliajt, do bëj çmas me këto për tyre. As nuk e ka menduar fare çdo të ndodh pas 11 majit. Nëse ai fiton pushtetin, arrin pastaj, shiko, kryeministri është një forcë shumë e madhe në çdo vend, sidomos në Shqipëri. Dhe arrin përmes pushtetit të nënshtrojë edhe ata të cilët mund të kenë qenë njerëzit më besnik të Veliajt dhe mund t'i sjellë në ullinë e tij. Kështu që nuk është nuk besoj se është kaq naiv sa të mendoj që do të largoj dikë se domethënë mund t'i përshipun pas 11 majit. Qofse ai mendon se dikush fiton vota, ti je sigurt që e fut në fushë. E kuptoj. Tani fushata e Berishës. Po e dëgjoja ditën e djeshme dhe thoshte më jepni 100 ditë të para se unë do bëj 1 2 3 4 5. Natyrisht që ditë shkojtë e njerëzit dhe tek grupet e interesit shumë mirë me atë që thot. Megjithatë, si të është dukur fushata e Berishës këtë kohë? Fushat politike, tradicionale, nuk kam asnjë kontestim lidhur me ato të cilët ai premton. Problemi është kush i premton, me kë i premton, cili është grupi. Ky është defekti dhe po të shikojmë, domethënë, dhe po të bëjmë pyetje pse janë këto shifra që jepen në sondazhe, në gjitha sondazhet. Domethënë, lidhet me ato që janë me dy perceptime, se ka një pikpyetje shumë të madhe për shembull, për çfarë shqiptarët e shikojnë në drejtim të duhur pas 12 vjetësh e Ramën dhe për çfarë nuk e shikojnë ende Berishën. Është ky, sepse ka fituar betejë e spektaklit që Rama ka përcaktuar kundërshtarin politik. Dhe fatkeqësisht kundërshtari i tij, domethënë, është futur në këtë udhëti që ka përcaktuar Rama. Shpeshherë i është përgjigjur kësaj udhëtie, kësaj loje, domethënë këtyre lloj videove, këtyre spektaklit, këtyre gjërave dhe nuk ka arritur dot ta tërhiqte Berisha tek debati. Mundej dot Berisha? Sepse unë kam dëgjuar natyrisht që ka zëra pro Berishës kundër Berishës. Disa njerëz dhe ka analistë, njerëz të mendimit, të cilët mendojnë që nëse Berisha nuk do të ishte në krye, opozita do të ishte krejtësisht ndryshe në këto. Kjo është pa diskutueshme, po e tregon, domethënë, shiko. Berisha është kosto për PD-n apo Berisha bëri maksimumin e mundshëm që ta nxirrte edhe kaq sa është opozitën? Do kishe mundësi zoti Rama që gjysmën e fjalimeve të tij ta kishte kundërshtarin politik duke etiketuar Kënet, Buf, tjerë. Ti mendon që nëse do ishte dikush tjetër nuk do gjente ai? Nuk do kishte këtë, sepse një metaforë të ngjashme për PD që do ishte përballë ti? Ka gjetur edhe përbashkëm, për shembull, ka gjetur Dembel, Gjumashku diun, po nuk kanë lidhje me Kënet, me Buf, me gjëra dhe po ta shikosh PD-ja kishte shumë shpresë me fillimin e qeverisjes Trumpit, ndërkohë që fushat trumpiste po bën Rama. Ai po etiketon kundërshtarin, ai po e bullizon kundërshtarin, ai po e çon në këtë lloj pike për raport me gafat, me gjërat dhe vet nuk thot asgjë. Thot 2030 edhe Këneta, 2030 edhe Këneta. Nuk kemi më asgjë, domethënë. Pra fjalimi sotëm në Kavaj përfundimisht kuptova që Rama s'ka çfarë thot më asgjë, përderisa e krahasoi 11 maj me 92-shin, që është absurde, se s'kan asnjë lidhje fare, do thotë që ai thjesht po bën një spektakël, po e mban me këtë lloj gareti dhe garancia e tij kush është Berisha.